Toni është sërish në qendër të vëmendjes dhe kjo nuk është as pak rastësi. Pamjet dhe zërat që qarkullojnë për praninë e tij në shtëpinë kapsul kanë ndezur menjëherë diskutime dhe pritshmëri të mëdha të publiku. Kjo shtëpi, e njohur tashmë si një hapësirë pritjeje për surpriza të mëdha, ka qenë më parë edhe vendi ku Dolce u shfaq para se të hynte në Grande Fratello, ndaj simbolika e saj është e fortë dhe domethënëse. Tani pyetja që lind natyrshëm është, ku do ta shohim Tonin? A do të rikthehet në Big Brother Albania, apo do të jetë pjesë e Big Brother Kosova? Të dyja opsionet duken të mundshme. Toni është një personazh që di të krijojë dinamikë, debat dhe interes, dhe këto janë pikërisht elementet që çdo format reality kërkon. Prania e tij do të sillte patjetër energji të reja, strategji të forta dhe reagime të shumta nga publiku. Nga ana tjetër, ideja që ai mund të shfaqet në Grande Fratello nuk është as pak e largët. Fakti që është futur në shtëpinë kapsul, e njëjta skemë e përdorur më parë për konkurrentë që kanë kaluar në formate më të mëdha, e bën këtë mundësi edhe më intriguese. Grande Fratello është një skenë më e gjerë, me audiencë ndërkombëtare, dhe Toni ka profilin e dikujt që mund ta përballojë atë presion dhe ekspozim, pavarësisht se cili do të jetë destinacioni final. Një gjë mbetet e sigurt, Toni do të rikthehet në ekran. Qoftë në Shqipëri, Kosovë apo Itali, ai nuk është një emër që kalon pa u vënë re. Publiku e njeh, e komenton dhe e ndjek, dhe kjo është arsyeja pse rikthimi i tij është vetëm çështje kohe. Kjo periudhë pritjeje vetëm sa shton kuriozitetin. Heshtja, shtëpia kapsul dhe precedentet e mëparshëm krijojnë një narrativ të fortë, diçka po përgatitet. Dhe kur të vijë momenti, hyrja e Tonit do të jetë një surprizë e menduar mirë, e aftë të trondit lojën dhe të ndryshojë balancat. Në fund të fundit, nuk ka rëndësi vetëm ku do të hyjë, por fakti që do ta shohim përsëri. Dhe për publikun e reality show-ve, kjo është më se e mjaftueshme.